Prej shenjave të sinqeritetit, që ta kuptoj gjithsecili prej nesh, a jam I sinqert apo jo? Unë edhe ti. Shenjë e sinqeritetit, e para, je I njëjtë edhe në publik, edhe në vetmi. Publik, thu fjalën e Zotit, në vetmi përmend Zotin. Publik, lartëson fjalën e Zotit, në vetmi e lartëson fjalën e Zotit. Dhe jo e kundërt. Publik sjellë zburi mirë tjerë on, kur je vetëm mes katër faqeve të murit, në bataninë tënde, një Zot e di çfarë bën. Nëse e bën këtë gjë të dytën, dije që si je sinqert, ndro rrugë. Dije që nuk je sinqert. Pika e dytë, kanë thënë, të mos ndikohesh nga lavdatët e njerëzve. Vjen dikush hohosh nga kënaqsh. Po the, mashallah sa I mirë. Që e kam I mirë shumë sot e kam kënaqsh. Dije që të kam. Vjen dikush thot, Allah, na ke kënaqsh me zonin e bukur që lexon Kur'an. Po filloj zemra të go tak, mashallah si puna ime s'ka, ike. Mos ndikon fare lavdatët e njerëzve. Për shembull, bën një punë publike. Vjen dikush thot, Allah është shpërblet, keni nimu, keni shtu rrugë, keni bën shtëpia kështu me radhë. Aty fillon thu, mashallah sa mirë që e kam unë dije që e lëm kot. Mos të ndikojnë lavdatët e njerëzve. E treta, vazhdimi I veprave të mira edhe kur nuk të shohin njerëzit. Pra mos me bëu vepra të mira vetëm kur e merr vesh gjithë fshatin, por me bëu vepra të mira edhe në fshehtësi. Me bëu vepra të mira edhe në fshehtësi. E katërta, mos ndihesh krenar për veprat e tua. Mos thush se unë s'ka. Mos me qenë unë hoxh me te xhami, kisha marrë fund xhami. Po e the këtë dhe e ke me gjithmonë dije që e lodh kot. Mos me qenë unë me këtë fshat kishin bëu si punë të harit, po janë gjithë maç. Jo. Mos ndihesh krenar ti në punën tënde. Leva ta vlerësoj Zoti punën tënde. As njerëzit, as një fare. Përveç Allah, askush mos ta vlerësoj punën tënde. Se ka njerëz bëjnë punë të mira. Kur e shohin që njerëzit po e shajnë ose po e kritikojnë ose po I thonë ai fjalë që si pëlqen, po dhe ikë se bëjmë. Ikë se bëjmë fare.